Praimi i së martës në Big Brother VIP Albania solli një nga momentet më të tensionuara të këtij edicioni, pasi Juela u vendos përballë sfidës së kutisë së Pandorës, një mekanizëm që shpesh ka trazuar ujërat brenda shtëpisë. Pa shumë hezitim, ajo mori vendimin që në nominim të dërgonte Selinën, Gimbon dhe Gretën, së bashku me Rogertin. Njëri prej tyre do të lërë përfundimisht shtëpinë të shtunën, duke e bërë situatën edhe më të rënduar emocionalisht për të gjithë të përfshirët. Vendimi i Juelës u prit me reagime të forta dhe menjëherë pas mbylljes së primet, tensioni shpërtheu në debat të hapur. Selin, Gimbo dhe Greta e konsideruan zgjedhjen si të padrejtë dhe të motivuar nga strategjia, ndërsa Juela u përpoq të justifikonte lëvizjen e saj si pjesë të lojës. Megjithatë, diskutimet nuk mbetën vetëm në kuadër loje, por morën tone personale dhe ofenduese. Përplasjet vazhduan edhe mëngjesin pasardhës. Greta dhe Juela u përballën disa herë në ambiente të ndryshme të shtëpisë, me tone të larta dhe akuza të ndërsjella. Në këtë situatë u përfshi edhe Rogerti, i cili doli në mbrojtje të Juelës, duke acaruar edhe më tej klimën në shtëpi. Momenti më i rënd erdhi kur Greta akuzoi publikisht Rogertin se e kishte prekur në mënyrë të papërshtatshme. Një akuzë e fortë që tronditi jo vetëm banorët, por pritet të ngjallë reagime edhe jashtë shtëpisë. Rogerti e mohoi kategorikisht pretendimin, duke kërkuar që të mos përmendej familja e tij në debat. Por situata degradoi shpejt. Selin dhe Gimbo ju kthyen ashpër Rogertit, duke mbrojtur Gretën dhe duke përdorur tone të rënda. Pse i vendos duart në ato vendet e një femër, ju drejtua Gimbo. Inshallah ja bën dikush gruas tënde atë, aty ku dhem më shumë, psikopat, shpërtheu Selin, duke kaluar në sulme personale. Rogerti reagoi menjëherë, kjo që nuk përmend familje. Por Selin nuk u tërhoq, ti meriton të digjesh, jo të përmendet familja. Debati vijoi me akuza të ndërsjella dhe tension maksimal, ndërsa Gimbo shtoi, ti që prek një vajzë të huaj. Selin e përmbylli me fjalë të forta, aty ku të dhem më shumë, po ndoshta s'të dhem fare se je i pafytyrë. Ngjarja ka krijuar një atmosferë të rënduar në shtëpi, me marrëdhënie të krisura dhe aleanca që duken gjithnjë më të brishta. Mbetet për t'u parë nëse produksioni do të ndërhyjë për të sqaruar situatën dhe nëse kjo përplasje do të ndikojë në vendimin e publikut për eliminimin e së shtunës. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.